Po mund të them për shembull ka njerëz që kur e mbrin, domethënë kur e mbrin një famë apo një pasuri apo ndryshon njeriu, ndryshon në karakter, bëhet më, si thon, më ndryshon, thjesht e ndryshon. A mendon ti që ka ndryshuar kjo fama dhe gjithë? Unë nuk i njoh të ndryshuar. Po. Unë njoh njerëz që i kam njohur rrugëve të Tiranës, kur s'kishin asgjë, s'ishin asgjë. Kam rrugtuar bashkë me ta me një pjesë, nuk shoh që kanë një ndryshim karakter. Ndryshimi më shumë është perceptimi i jashtëm. Një njeri që të shef nga distanca i duket që ka ndryshuar, pa ai njeri s'ka njohur kurrë, ai njeri s'u kurrë në tavolinë me ty. Unë jam i sigurt që 5 goca që të shohin ty sot në këtë podcast, ajo ndryshon, ka distancë, bën. Po 5 shoqë të tjera, të cilat kanë ndenjur me ty 10 vitet e fundit, janë sigurt që nuk shohin në ndryshim tek ti. Kështu që mos e ngatroni personin që ti e percepton nga distanca me personin që është pjesë e jetës tënde. Mos e ngatroni kur të qenin, po e quaj, në profesionin tënd me të qenin në privacy-n tënde. Njeriu ka një formë, vërtet është i njëjtë, po ti nuk mund të jesh i njëjtë për të gjithë. Ti nuk mund të jesh miqësore me të gjithë njerëzit që ke rreth rrotut. Ti duhet të jesh korrekte dhe e dobishme për ta, po miqësor ti mund të jesh vetëm me një rreth tënd të ngushtë.